6 shqiptar janë mes 28 personave të arrestuar nga autoritetet italiane si pjesë e një operacioni kundër një organizati të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Shqiptarët dyshojnë se ishin pjesë e një klani të ndranghetës që vepronte në Italinë e Veriut, kryesisht në zonën e Milanos. Ata janë dekonspiruar nga përgjimet e siguruara nga Guardia di Finanza prej aplikacioneve Sky dhe EncroChat. Policia italiane thosë se bëhet fjalë për një rrjet të gjerë dhe të sofistikuar që trafikonte kokainën direkt nga vendet e Amerikës Latine dhe më pas e shpërndante atë në tregun e Pakicës në Italinë Veriore, Holand, Belgjik, Spanjë, Britaninë e Madhe dhe Gjermani. Në njoftimin zyrtar nuk jepen detaje mbi rolin e shqiptarëve përveç faktit që dyshohet se ata janë pjesë aktive e trafikut të paktën 3.5 tonëve kokainë në 3-4 vitet e fundit. Vlera totale e drogës arrinte të paktën 27 milion euro, ndërsa autoritetet deklarojnë se operacioni për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të krijuara nga këto para është trirë veç Milanos edhe në Rom, Kalabri, Bergamo, Parma dhe në vende të tjera jashtë Italisë.